Pse ndonjëherë zgjedhim të pranojmë më pak se sa meritojmë? Sa herë ke menduar se diçka në jetën tënde nuk shkon ashtu siç duhet, por ke qëndruar aty për shkak të zakonit, frikës apo bindjes se nuk mund të kesh diçka më të mirë? Ndoshta i ke thënë vetes se pakënaqësia, dhimbja apo edhe shqetësimi janë thjesht pjesë e jetës. Por në thellësi të shpirtit, një zë i ulët të përshpërit se meriton më shumë. E ke pyetur ndonjëherë veten pse i duron situatat që të konsumojnë, që të lënë bosh ose punët që nuk të plotësojnë? Çfarë të mban peng, frika nga e panjohura, pesha e pritshmërive apo një bindje e fshehur se nuk je i denjë për diçka më të madhe? Sipas psikologut të njohur Carl Jung, bota jonë e jashtme është pasqyrë e gjendjes sonë të brendshme. Nëse pranojmë më pak, kjo nuk ndodh sepse jeta është e padrejtë, por sepse ende nuk e kemi kuptuar vlerën tonë të vërtetë. Çfarë do të ndodhte sikur të ndaloje së pranuari gjëra mesatare? Po sikur dashuria për veten të nënkuptonte ngritjen e standardeve dhe largimin nga gjithçka që nuk të shërben më? Ky artikull bazohet në një video që eksploron mençurinë e Jungut dhe zbulon pse vetvlerësimi është themeli i një jete të plotë. Lidhja me vetveten dhe ndikimi i jashtëm. Që nga momenti kur lindim, ne thithim botën përreth nesh. Mësojmë se çfarë pritet nga ne, si të sillemi dhe çfarë konsiderohet e pranueshme. Por gjatë këtij procesi, humbasim diçka thelbësore, lidhjen me veten tonë të vërtetë. Në vend që të udhëhiqemi nga e vërteta jonë e brendshme, ne shndërrohemi në versione të formuara nga ndikimet e jashtme. Jung besonte se dashuria për veten nuk është thjesht një ideal i bukur, por një domosdoshmëri. Nëse e duam vërtet veten, nuk mund të pranojmë më pak se çfarë meritojmë. Megjithatë, pse shumë njerëz zgjedhin të mjaftohen me më pak? Jung do të drejtonte gishtin te hija, ajo pjesë e fshehur e vetes që përmban gjithçka që shtypim, refuzojmë ose kemi frikë. Që në fëmijëri na mësojnë të jemi mirënjohës, të mos kërkojmë shumë dhe të mos jemi egoist. Por ndonjëherë mirënjohja kthehet në vetëkënaqësi dhe ne fillojmë të ngatërrojmë vetëfrijimin me virtytin. I shtypim emocionet, heshtim intuitën dhe kërkojmë miratim nga jashtë, në vend që të besojmë te vlera jonë. Cikli i vetsabotimit dhe pasqyrimi i brendshëm. Ajo që refuzojmë ta pranojmë brenda nesh, shfaqet jashtë si fall. A ke vënë re se disa lloje njerëzish apo situatash përsëriten në jetën tënde? Kjo nuk është rastësi. Marrëdhëniet që të konsumojnë, punët që të lënë të paplotësuar, këto modele vazhdojnë sepse pasqyrojnë pjesë të pashëruara të vetes. Derisa të thyesh ciklin, jeta do të vazhdojë të sjellë të njëjtat mësime në forma të ndryshme. Çelësi nuk është të fajsosh botën, por të kthehesh brenda vetes dhe të pyesesh, çfarë po përpiqet të më mësoj kjo? Edhe kur themi se duam lumturi, sukses ose dashuri, shpesh mbetemi të bllokuar në situata që na largojnë nga këto dëshira. Në thellësi, një pjesë e jona nuk beson ende se i meritojmë ato. Ky vetsabotim i pandërgjegjshëm shfaqet në marrëdhënie ku na nënvlerësojnë, në ambiente që na varfërojnë dhe në rrethana që nuk përputhen me potencialin tonë më të lartë. Transformimi fillon nga brenda. Po sikur në vend që të zvogëlohesh, të fillosh të zgjerohesh. Imagjino sa ndryshe do të ishte jeta jote nëse në çdo situatë do të silleshe sikur të ishe tashmë i denjë. Çdo herë që pranojmë më pak, përforcojmë idenë se kjo është gjithçka që meritojmë. Por, sipas Jungut, mendja e pandërgjegjshme nuk është armike, është një udhërrëfyes. Nëse vazhdojmë të pranojmë më pak, kjo ndodh sepse një pjesë e jona ende dyshon, ka frikë ose mbetet e pavetëdijshme për vlerën e saj të vërtetë. Transformimi i vërtetë nuk kërkon veprime drastike të jashtme, si lënia e një pune apo ndërprerja e një marrëdhënieje, por fillon nga brenda. Mënyra se si sillemi, flasim dhe reagojmë ndaj situatave ndryshon energjinë që lëshojmë në bollë. Kur energjia jote ndryshon, realiteti yt ndjek pas. Kur e do vërtet veten, ndalon së toleruari marrëdhënie të paplotësuara, sepse e di që meriton lidhje më të thella. Lë punët që të mbytin shpirtin, sepse kupton që qëllimi yt është më i madh. Guximi për të zgjedhur vetveten. Jung e quante këtë proces individuacion, rrugëtimi drejt vetvetes së vërtetë. Ky udhëtim kërkon guxim për të lënë pas atë që mendoje se ishe dhe për të përqafuar atë që je me të vërtetë. Kërkon të heqësh dorë nga besimet e vjetra, të përballesh me frikërat dhe të vësh në dyshim gjithçka që të është mësuar. Shumë njerëz qëndrojnë në të njohurën, edhe nëse kjo do të thotë vuajtje, sepse e panjohura është e frikshme. Por pyetja e vërtetë është, sa kohë akoma je i gatshëm të pranosh më pak? Nuk ka moment të përsosur për ndryshim. Shenja e vetme që të nevojitet është tashmë brenda teje, ai shqetësim, ajo dëshirë për më shumë, ajo ndjenjë se diçka nuk shkon. Kur zgjedh të dëgjosh këtë zë dhe të lëshosh atë që nuk të përket më, ndodhin gjëra të mrekullueshme. Njerëzit e duhur dhe mundësitë e duhura shfaqen, jo sepse bota ndryshoi, por sepse ti ndryshove. Sfidat dhe shpërblimet e rritjes. Rritja personale nuk është e lehtë. Do të ketë ditë dyshimi, momente kur do të tundohesh të kthehesh te e njohura. Por çdo herë që zgjedh veten, bota përgjigjet. Mundësitë dhe përvojat që përputhen me veten tënde të vërtet fillojnë të shfaqen, jo sepse nuk ekzistonin më parë, por sepse tani je gati t'i pranosh.
Dashuria për veten nuk është një destinacion, por një praktikë e përditshme. Çdo hap që hedh për të refuzuar më pak është një hap drejt jetës që ke qenë i destinuar të jetosh. Ti, çfarë mendon? A je ndier ndonjëherë i bllokuar në një situatë që e dije se nuk ishte e drejtë për ty? Çfarë të shtyllë të ndryshosh? Apo ndoshta ende po pret një shenjë? Ndaje përvojën tënde, ajo mund të frymëzojë dikë tjetër të bëjë hapin e parë drejt vetvetes.